E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi këtë herë me një ekskluzivitet. Do të flasim për gazetaren dhe moderatoren të preferuarën tuaj, Arbana Osmani. Arbana Osmani po korën një sukses të jashtë zakonshëm. Nëse ujt i fle, Arbana nuk fle. Unë kështu të ta kisha përkufizuar karakterin dhe natyrën e Arbanës, e cila tenton t'i arritë gjitha gjërat në jetën e saj. Banas është do ta them një pasticeri, një restorant që brenda përmban ushqime të mrekullueshme, pastiçe të mrekullueshme dhe na shijon pafund. Por Arbana këtë herë ka bërë një lëvizje shumë interesante. Banas do ta gjejmë edhe tek Kalaja e Tiranës. Natën e mbrëmshme ka qenë hapja gjigande e këtij eventi, ku në fakt ka kënduar një artiste mrekullueshme nga Shqipëria, një mike imja, të cilën dua ta përshëndes nëpërmjet kanalit Monitor TV, Gresa Gjocera. Njëkohësisht ka qenë edhe Arbana Osmani e respektuar nga të gjithë personalitetet shqiptare, përfshirë dhe Princ Lekën dhe bashkëshorten tashmë të ri. Në sy ka rënë gjithashtu edhe Rike Roçi dhe shumë personazhe miqtë Arbanës, të cilët tashmë po kalojnë bukur në ambientet e bukura të Banas në Kalan e Tiranës. Në një intervistë për një portal, Arbana Osmani shprehën kënaqësinë dhe lumturinë që Banas do të jetë edhe tek Kalaja e Tiranës. Nuk ka një datë fikse në fakt se sa do të vazhdon kjo gjë, por thjesht ndjet tepër e privilegjuar që ka bërë edhe këtë hapin kaq të rëndësishëm në karrierën e saj, lidhur me kuzhinën. Mbrëmja ka kaluar jashtëmase bukur, në këngët e bukura shqip, në emocionet e këngëve të mrekullueshme shqip, por edhe duke mos lënë anash respektin ndaj të gjithë personaliteteve.